me prizmës. Sot në mëngjes, dora të pi kafe, takoj një mik timin demokrat. Dhe që demokrat jam edhe unë, ne gjithë jemi demokrat. Kush nuk është demokrat? E kam fjallën në sistemin ku jetojmë. Pastaj, me parti ndahen demokrat, socialist, social-demokrat, republikan, nacionalist, nuk e di, kanë emra bëllë. Po demokrat jemi gjithë. Në qofse është në një që është me diktaturën, nuk e di. Edhe mund të jetë që në demokraci jeton. Në një mund të konsiderohet fashist, një tjetër komunist. Nuk e di kë kemi nxjerrë ne. Partin fashiste e kemi nxjerrë jashtë ligjit. Komunistën jo. Edhe nuk e di a kemi bërë mira apo keq, po diçka mund ta them. Edhe sikur ta kishim nxjerrë jashtë ligjit, një pjesë të ideve edhe marrëzive të një diktaturë të cilën e kemi hequr për 45 vjetë, se fashizmin e kemi hequr për 5 vjetë. Realisht nga 39 deri në 43, 4-5 vjetë. Edhe mund të themi edhe një 2-3 vjetë më përpara, sepse edhe në kohë zogët ata morën një farë zhvillimi si edhe komunistat. Por po themi 5 vjetë fashizëm edhe nazizëm 6 vjetë, po themi, edhe 45 vjetë komunizëm. Po të ketë tillë, sigurisht ato riciklohen ke partitë që kemi. Pra jemi demokratë gjithë. U sqaruame të ta mbyllem si diskurs. Ky miku jemi demokrat, thot, ka kryer kjo punë, thot tash. Do bëjmë zgjedhje të reja dhe me qeveri teknike. Sigurisht e ka dëgjuar ke Partia Demokratike, ke Sali Berisha, ke bisedat që bëhen në studio, edhe përsi të zgjedhjes akoma nuk është elaboruar mirë, por sigurisht hidhet si temë për të trajtuar, sepse kështu kanë thënë vazhdimisht edhe kur kanë humbur zgjedhjet tjera. Do t'i përsërisim zgjedhjet, janë vjedhur, janë manipuluar, janë grabitur. Edhe kur thua që janë vjedhur, janë manipuluar, janë grabitur, dhe më thënë thua që nuk do t'i njoh. Normalisht kjo pastaj sjell, po do ta keni një klip tjetër se çfarë mund të ndodhi. Tash po trajtoj problemin e një qeverie teknike. Ju kujtohet kur thoshin nuk futemi në zgjedhje, duhet me qeveri teknike? Pse u futën? Pse vallë ndodhi që e hoqën si kërkesë? Ju kujtohet kur thoshin ne nuk futemi në zgjedhje me Edi Ramën? Se sigurisht, brenda Partisë Demokratike dhe vetë që Sali Berisha e dini që nuk fitonin zgjedhjet. Jo se i grabiste Rama e Partia Socialiste, se e kam sqaruar edhe një herë, nuk ka nevojë të grabisin. Grabisin veten këta. Këta janë mësuar të vjedhin në veten. Këta kur kanë bërë zgjedhjet e tyre kanë grabitur veten. Nuk ka nevojë Rama t'i grabista. Këta të kurren dhe zvoglohen vetë. I bëj shërbim vetë Ramës ta. Mirë po e lanë atë problem. E harruan. Që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje dhe nuk futemi në zgjedhje. E dini kauzën tjetër? Ju kujtohet para zgjedhjes? Qeveri teknike? S'ka qeveri teknike. Protesta dignin karriket parlament, para mrapa parlamentit, nuk e di se ç'a bën. Kauza e parë, me Ramën nuk ka zgjedhje. Kauza e dytë, qeveri teknike. Nuk futemi pa qeveri teknike. Ku i quan këto dy kauza? Ku i quan? Për më tepër, bashkuan votat me këtyre që po ju kërkonin qeveri teknike dhe njëkohësisht nuk futeshin me Edi Ramën, pra donin të largonin nga kryeministri Edi Ramën, për të ndryshuar kodin zgjedhor. Atë kod për cilën pastaj bën padrejtësinë më të madhe. Ai kod që Tabakun edhe atë Ali Mehmetin e shikonin duke marrë 40.000 vota dhe futnin njerëz që nuk marrin as 3.000 vota, as 2.000 vota, as 5.000 vota, në shumë raste edhe më pak vota, si deputet. Tashi,
çfarë partijet dhe çfarë monstruoziteti politik është ky. Që e para thot nuk futet me Edi Ramën dhe futet me Edi Ramën. E hedh si kaos në popull, ose spakut në popullin e tyre, në elektoratin e tyre, dhe tërhiqet. Çfarë partije dhe çfarë lideri dhe çfarë amalgame politike është kjo? Që thot, deklaron, krijon kaos, qeveri teknike dhe harron qeveri teknike. Çfarë do të thonë këto element politik të hedhura në publik në elektoratin tënd, i cili të ndjek mbrapa edhe nga kjo marrëzi, por njerëz normal. Po të ma thuash mua, ty që po më dëgjon. Ne nuk futemi me Edi Ramën dhe futesh me Edi Ramën. Ne nuk bëjmë asnjë pakt me Edi Ramën dhe ty bën paktin kryesor të Edi Ramës. Dhe Edi Rama ti pranon, 2 pakte ke bërë. Kodin zgjedhor dhe mënyrën e tij të votimit me gjysmë listat dhe përballjen midis antagonizmin midis një force politike për t'i vënë luftë Tabakun dhe Ali Mehmetin dhe t'i futesh pa luftë, pa përpjekje, njerëz që nuk marrin asnjë vot ose marrin shumë pak vota. Si Xhixhë, nuk e di, Blushin, LSI-s, partije eliminuar, një parti që merr vetëm 6.000 vota në Tiranë, edhe në gjithë Shqipërinë, nuk e di sa mund të ketë marrë. E Fatmir me dije, nuk e di tjerë që s'mbledhin votat e tyre, nuk janë parti me 2-3.000 vota. Kurse një individ merr 20.000 vota, 25.000 vota, 18.000 vota, 11.000 vota. Edhe këtë e bën ti me kauzat tuja, me atë që thoshe, unë nuk futem në zgjedhje me këtë njeri. Çfarë partije të shko? Çfarë individi të shky? Kryetar partije. Dhe tash prap kërkojnë qeveri teknike, fillojnë e elaborojnë, duam qeveri teknike. Çfarë duhet t'i japësh tjetër këtyre, tash në italisht duhet non conta niente. Si pyet kush as për lash, as për balash. Sepse sigurisht ai ka shkuar 83 vota dhe i votë gjen. Mund bëj çfarë doj me 84 vota. Dhe që ka bën çfarë dush me 71 vota, po edhe me 84 vota ban çfarë doj. Dash kanë qeveri teknike, për çfarë duan qeverin teknike? Për çfarë marrëveshjen duan të bëjnë prapë këta me Edi Ramën? Marrëveshjet e tipit të kodit zgjedhor me padrejtësinë më të madhe që të grinen brenda partisë dhe të përfitojnë vetëm Demirhania dhe njerëzit që s'kan vota, Jozefina Topalli me 1.000 vota. Pa provuar asnjëherë, ajo Vokshi, pa provuar asnjëherë, pas me flamur nokën. Ta nxjerrësh në publik dhe të shi votoju. Bashkë me djalin e Farid Balliut. Këta tipat, kështu. Që të përplasen Tabaku me Ali Mehmetin. Sigurisht për Ali Mehmetin në vjen jashtëzakonisht mirë që e kanë bërë dalje, sepse ai nuk merr vesh. Për Tabakin sigurisht në vjen jashtëzakonisht mirë që u fut brenda. Sepse ai është kthyer. Me sa duket mjekët vjen keq ta them këtë punë, po kështu përfundojnë. Kështu përfundojnë. Të shi për çfarë i duan qeverin teknike këta? Çfarë do bëjnë tjetër me majorancën? Në kurriz sigurisht popullit tyre dhe në kurriz Partisë Demokratike, në kurriz demokratëve, këtij demokratit që thot qeveri teknike. Bile thot zgjedhje të reja, bëjmë zgjedhje të reja prapë. Do t'i dënoj bota, do t'i dënoj Amerika, do bëjmë revolucione, do marrim tjera. Këto tjerat që janë përsëritjet të cilat kanë një bazë të vërtete. Nuk njohim zgjedhjet, hym, s'hym, që do ta trajtoj në klipin tjetër. Gënjeshtra të tilla, mashtrime të tilla, marrëzira të tilla, folk politike janë tipikisht të Partisë Sali Berishës edhe vetë Sali Berishës. Që ushqen edhe mban me nuk e di sa them tash me prralla të jashtëzakonshme edhe militante. Njerëzit që sigurisht në konstitucionet e tyre mendor, po edhe atë politike dhe filozofik, nuk shkojnë më tepër se sa krijimi i një zoti toksor i cili quhet Sali Berisha. Duke bërë turpin më të madh, duke i dhënë rëndësi
gati hyjnore, një person i cili gjithmonë i ka tradhtuar, gjithmonë i ka trajtuar keq, gjithmonë i ka tradhtuar si kundër, i trajtoj me këto që po shpjegoj unë, duke ngrit kauza, duke i lënë ato dhe duke bërë marrëveshje vetëm për qëllimin e tij, vetëm për të mbajtur partinë e tij. Dakord miqtë e mi, është marrëzia më e madhe, tradhtia më e madhe, inkoherenca më e madhe, pabesueshmëria më e madhe që mund të ketë një parti në raport me demokratët. Demokratët e shkretë që vuajnë, jo thjesht për pushtetin, por për ata që ju kanë mbetur në një copë ideali për demokracinë. Dakord miqtë e mi?